Një 18 vjeçar nga qyteti i Bregdetar i Durrësit ka rënë në prangat e policisë pasi akuzohet se ka tentuar të vjedhë me dhunë sende personale të 3 shtetësve italian. Ndalimi i tij është bërë në kuadër të operacionit të koduar provat në lagjen numër 13. Sipas policisë, mësohet se në pranga ka rënë shtetasi Dorian Abazi, 18 vjeç, i cili ka thyer xhamin e një automjeti dhe ka marrë disa sende personale të turistëve. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas në datën 27/4/2025 në lagjen numër 13 të qytetit Bregdetar të Durrësit ka thyer xhamin e një automjeti dhe ka marrë disa sende personale, ndërsa në datën 28/4/2025 ka thyer një tjetër xham automjeti. Gjatë kontrollit në banesën e tij, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar një sasi municioni luftarak dhe disa sende të dyshuara të vjedhura. Në bashkëpunim me prokurorinë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe të vjedhjeve të tjera që dyshohet se mund të jenë kryer nga 18 vjeçari. Ndërkohë, materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.